Okej, momenti së vërtetës. Ding dong, ding dong. Ding dong. Jo, votoni njërë. Ding dong. Unë thash, lemi Këtë me partnere besoj, atë me Abu Dhabi se besoj, edhe atë tjetërën që me ADN, atë se besoj fare atë. Ajo me ADN, ta shi mos na fut unë jam për të tretën. Në fakt, që ti beson vetëm të tretën. Po. Në fakt, kjo është e vërtet, ka një studim që e suporton, e Abu Dhabit, më falë Erion, por sërisht e vërtet. I vetëmi studim që ende këtë javë ka sjell shumë diskutime dhe që nuk janë vënë pikat mbi, është ai i ADN-s dhe ish partnerëve që më thënë drejtën, mirë do jetë mos jeti vërtet se Po jo, lëre tash se i morin qaf gjithë se i morin qaf të gjithë. Edhe meshkujt, edhe meshkujt. Po, bashkon. Adela, qa këshille ke për shikusit dhe i të madhe të fort? Që të na ndjekin në YouTube, në familjen tonë të YouTube-it. YouTube një njerë dhe ato ndjekjet, si të duke njerë se... Ju e dini që unë ju kam ndjek nga Amerika dhe ju kam shtuar se është tjetër nivel kur të shep nga përtej oqeanit. Edhe në mënyrën se si ndikon algoritmi. Unë e ndjeja që kishte një tërheqje, po pas ka që në Amerika. Pa, Sepse në Amerikë, për çdo video unë që shifja, video tuaja, çdo 10 sekonda më dilte reklama. Dhe Amerika i paguan YouTube-in, influencerat, prandaj ka tjetër në sistemi. Na shikoni ju grupi Amerikës. Amerika, Kanadaja. O, live nga Times Square. Faleminderit Kanadaja dhe Amerika. Kështu që na ndiqni në YouTube dhe këshilla ime, si gjithmonë është, mos i besoni çdo gjëje që lexoni vërtall. Faleminderit Adela. Falenderojmë shumë super Adelën ton. Faleminderit Adel, faleminderit që na u ktheve. Ua, shumë dhe ne.